jam komod. Çka ka tretë te Meridiane? Unë vazhdoj rutinën time të punëve të mia të përhershme, nuk është se ka ndryshuar gjë këto vitet e fundit, po njësoj, jam edhe në Prishtinë tashmë, si lidhet me biznesin tim të linjën e parfumeve që unë kam. Po futemi direkt në temë, çka mendon Ramçaj për këtë sezon të Bigut. Kjo është pyetje interesante sepse shpesh herë bëhet ky krahasim i bigjeve, me Bigu i parë, me dytin, me tretin apo me të katërtin. Unë mendoj pavarësisht çdo gjëje, si gjithë banorët që thonë që Bigu im ka qenë më i mirë, por në fakt vërtet edhe kur diskuton me njerëz, kur mesazhet që ne marrim shpesh herë në Instagram është që vërtet Bigu jon ka qenë tjetër nivel, ka pas tjetër qasje, siç e thoni këtu në Kosovë, ka qenë shumë më i dashur në publik, ka pas shumë më shumë personazhe. Unë mendoj se është ndër të vetmit bigje deri tani që ka pasur të paktën në garë mbi 10 banorë që kanë qenë pretendent për qenë finale. Gjë që në vitet e pasardhshme nuk e kemi pasur, të gjithmonë kanë piketuar 2 ose 3 banorë, të cilët u shikonin si finalist, po asnjëherë nuk u plotësonte ajo pesa që mendoni kush mund të ishte, ndërkohë që në Bigun tim kanë luftuar të paktën minimumi 10 banorë për qenë finale, që ka qenë goxha garë e fortë. Për këtë temë Meridiani shton se pas sezonës së dytë ku fitues u shpall Luizi, ky është Bigu me impaktin më të madh në shoqëri dhe një ndër formatet më të komentuara e krejt kjo fal kastit të përzgjedhjes e madje gjestin e quan një blerje në thonjza mjaft të mençur. Kom i! U kryq çdo sen. Është goxha kasti i mirë dhe ky ka element shumë të mirë, siç është blerja nga Kosova e gjestit, siç është Rozana, siç është Gerta, Laerti, Egli e cila doli, e cila ishte vërtet lojtare shumë e fortë. Kështu që si kasë është shumë i mirë. Mendoj që edhe si format si vjet ka ndezur goxha, sepse unë mjafton shikojmë normalisht ju që merreni me klikime dhe që punoni me klikime, jeni të varur nga klikimet, e kuptoni shumë mirë se çfarë do të thotë klikimi. Dhe fakti që si vjet puntatet i ka shumë më klikuar se viti tjetër, do të thotë që është interesant si format dhe është goxha i pëlqyer i përtitur nga publiku. Kam thënë se ju kishit dashur, kam thënë ju e kishit fituesin, pra e kishit kampionin, nuk ditet ta mbanit, sepse unë vazhdoj ta them eksperjenca në produksione të tilla të mëdha, siç është Big Brother, eksperjenca ka të bëjë shumë. Edhe kjo është diferenca në mes një produksioni dhe një televizioni të madh siç është ai Top Channel dhe produksioni që bëri Big Brother në Kosovës. Nuk mund t'i jepen në një fazë të loje, rreth 3 javë para finales, nuk mund t'i jepen një kuti pandorës, një fuqi, një banori të cilit mund të kufizojë një nga finalistët absolut të kompeticionit. Mendimi im është shumë qartë i kuptueshëm që ishte një gabim ose një autogol i produksionit i cili largoi një nga banorët më të mirë që kishte në formatin e tij. Fatmirësisht për Top Channelin, normalisht si topi që thonë lajmi e kapin të parët, arritën ta merrnin brenda 4 orëve dhe tashmë gjesti është fenomen, duan apo s'duan, sepse kam parë shumë deklarata që po marr nga 2 bigje. Ti mund të marrësh 2-3, po ndoshta mund t'i marrësh nga paaftësia jote, nga aftësia të tjerëve që arrin ta marrin atë që ti e morë dhe e nxorë si lojtar të pafuqishëm ose jo finalist, nëse mund ta quaj. Po bohemi edhe ne si Arber Hajdari, kush e fiton Big Brother? A mendoj Gjestin fitues? Unë mendoj se Gjesti është fituesi, nuk është se mendoj unë, mendoj se mendon shumica e publikut. Temi të vërtetën është kryefjale e këtij Bigu, e këtij sezoni, kështu që mendoj se po. A për finalistët pastaj besoj që Rozana do jetë finalistja e dytë, besoj Laerti do jetë finalisti i tretë. Pastaj ngjelet për tu parë vazhdimësia e lojtarëve të tjerë. Këto të tre shikojnë që janë si finalistë, domethënë deri tani që janë potenciale, edhe Gerta deri diku, por duhet parë sepse Gertën shpeshherë lejnë nervat edhe nuk e di se si mund shkojë rrugtimi i saj, një herë doli me zarf zik, kështu që edhe mund ta përsërisi.